Surja Er-Rahman, Mekase, 78 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Ar-Rahman, I gjithë mëshirshmi, Allama al-Quran, ua ka mësuar Kuranin robërve të tij. Khalaqa al-insan, Ka krijuar njeriun, Allamahu al-bayan, dhe i ka mësuar atij të folurit e qartë. الشمس والقمر بحسبان, Dielli dhe hëna ndjekin rrugën e caktuar. والنجم والشجر يسجدان, Bimët dhe pemët i përulen Allahut. والسماء رفعها ووضع الميزان, Ai e ka ngritur qiellin lart dhe ka vënë balancën për çdo gjë, ألا تطغوا في الميزان, që ju të mos e shkelni atë. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Prandaj, matni drejt e mos hani në peshë. والأرض وضعها للأنام, Ai e ka bërë tokën për krijesat. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام, Aty ka fruta të lloj-llojshme dhe palma hurmash me frutat si bistaqe. والحب ذو العصف والريحان, Ka drithëra me gjethe e kërcenj dhe bim me erë të mirë. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? خلق الإنسان من صلصال كالفخار, Ai e krijoi njeriun prej baltës së thatë, ashtu si vorba. وخلق الجان من مارج من نار, Ndërsa gjindet i krijoi prej flakës së zjarrit. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? رب المشرقين ورب المغربين, Ai është Zoti i dy lindjeve dhe i dy perëndimeve. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? مرج البحرين يلتقيان, Ai ka lëshuar dy dete që të takohen. بينهما برزخ لا يبغيان. Por midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta kapërcejnë. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان, Prej tyre nxirren margaritar dhe korale. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni?
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام Ati i përkasin edhe anijet që lundrojnë në përdete e që lartohen si male. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? كل من عليها فان Çdo gjë që është në tokë do të zhduket. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام E do të mbetet vetëm fytyra, qenja e Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن Ati i lutet gjithkush që ndodhet në qiej dhe në tokë, e në çdo kohë. Ai ushtron fuqinë e gjithmbarshme. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? سنفرغ لكم أيها الثقلان O ju dy barët e tokës, njerëz dhe gjinde, së shpejti do të caktojmë gjykimin tuaj. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان O gjinde dhe njerëz, nëse keni fuqi të përshkoni kufijt e qijeve dhe të tokës, atëherë përshkojini ato, por nuk do të mund ta bëni këtë, përveç se me një fuqi të madhe nga Allahu. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Kundër jush, do të dërgohen flakë zjarri dhe tungj i shkrir, si dënim për mohimin e dhuntive të Allahut, dhe ju nuk do të mund të mbroheni. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Veç kur të qahet qielli dhe të bëhet i kuq, si trëndafili në ditën e Kiametit. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Atë ditë, njerëzit dhe gjindet nuk do të pyeten për gjunahet e tyre. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni?
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Keqbërësit do të njihen sipas shenjave dhe do të kapen për ballukesh dhe për këmbësh. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Ja, ky është xhehenemi, të cilin e mohonin keqbërësit. يطوفون بينها وبين حميم آن. Ata do të sillen në mes të zjarrit dhe ujë të valuar në kulm. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni. ولمن خاف مقام ربه جنتان. Për ata që i frikësohen paraqitjes para Zotit të vet, do të ketë dy kopshte. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni. ذواتا أفنان. Kopshtet do të jenë të mbjell me pemë që bëjnë hije. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni. فيهما عينان تجريان. Në ta do të ketë dy burime që rrjedhin. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni. فيهما من كل فاكهة زوجان. Dhe prej çdo fruti do të ketë nga dy lloje. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. Ata do të jenë të mbështetur në shtroje, anash me armaç mëndafshi e frutat e dy kopshteve do t'i kenë afër sa t'i kapin me dorë. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Atje do të ketë virgjëresha sy ulur, të cilat para tyre nuk i kanë prekur as njerëz, as gjinde. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni. كأنهن الياقوت والمرجان. Ato do të jenë si rubin dhe korale. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. A ka shpërblim tjetër për të mirën, veç të mirës. فبأي آلاء
ربكما تكذبان Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po I mohoni? ومن دونهما جنتان Nën këta dy kopshte do të ketë edhe dy kopshte të tjera. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po I mohoni? مدهامتان Ato do të jenë të stolisura me gjelbërim. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po I mohoni? فيهما عينان نضاختان Aty do të jenë dy burime që gulfojnë. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po I mohoni? فيهما فاكهة ونخل ورمان Atje do të ketë fruta, palma, hurmash dhe sheg. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po I mohoni? فيهن خيرات حسان Në to do të ketë bukuroshe virtytesh të mrekullueshme. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po I mohoni? حور مقصورات في الخيام Atje do të ketë hyri syzeza në përtenda. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po I mohoni? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Ato hyri nuk I kanë prekur para tyre, as njerëz, as gjinde. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po I mohoni? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Ata do të rinë mbështetur në shtroje të gjelbra e qilima të bukur. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po I mohoni? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Qoftë lartësuar emri I Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim.